Pra protesta e qëndresa kaq e fortë do të vazhdoj tutje, duke qenë që jemi pothuajse edhe pak ditë bën një muaj që është kjo protestë e qëndrueshme. Ata kanë vendosur kryeministrin thuajse në shtetërrethim. Realisht, po të vini si gazetar dhe të verifikoni referotu kryeministrisë ka forcat shumëta policore. Dhe kjo është ajo që mua më tregon se sa i trëmb një njeri lirë apo një grup njerëzish që janë të pakapur. Dhe sa të merre kanë ata të thuhet e vërteta pa filtra. Kështu që protesta do vazhdoj. Unë e kam thënë që do qëndroj aty derisa të kem fuqi në aspektin biologjik. Nëse flasim për krerë të ndryshëm të partive të tjera të ndryshme opozitare, a e mbështesin këtë protestë, keni pasur komunikim, qoftë edhe sot ndoshta me ndonjë mesazh që dikush të ka shkruar, është interesuar për ty të di edhe gjendjen tënde? Në fakt, unë nuk kam dalë aty si kreu një partie politike, kam dalë si një aktivist qytetar, sepse para se të jemi në politik, jemi qytetar. Kështu që momenti në të cilën ndodhet Shqipëria sot është një moment që kërkon një reagim përtej një partie politike, sepse asnjë parti politike nuk e realizon dot këtë që po themi. Sot, ajo që mund të bëhet është që një masivitet i madh qytetarësh që të kalojnë gardet e një partie apo një tjetre, për të krijuar një masivitet përballë një regjimi i cili është krijuar mbi metodologjira të cilat janë monstruoze.